على رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله نفرندرم paqja dhe mëshira Allahut me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëzër dashur, gëzoni me gëzimin e Allahut se Allahu na ka gëzuar në këtë bajram dhe në ditën e Kiametit që Allahu xhalla xhelalu do të na mundson secili prej neve e ka një ngjarje të veçantë, do t'i kujtojmë bajramet, do t'i kujtojmë Ramazanet, do t'i kujtojmë kalimet tona që kena kalue, do t'i kujtojmë stacionet ku i kena fitu inshallah xhenetin e Allahut. Gëzimi i bajramit është prandaj dhe ata tjerë të cilët kanë përfunduar në zjarr xhehenemit, Allahu na rujt. Kanë me i kujtu ato momente kryesore, gjithçka në këtë botë do të jetë e kalume, vetëm se do të mbet ajo çka është takvallëk, frikë prej Allahut. Andaj ti frikoni Allahut, e sot është dita e gëzimit me adhuru Allahun me gëzim. Sikur me Allahu Akbar, me namaz që falim, i afrohemi Allahut, çashtu duhet me gëzim, me hare, me dashamirësi, me dua, me u drejtu Allahu xhalla xhelalu. Andaj gëzoni fëmijët, gëzoni të burgosurit, gëzoni të vuajturit, të samurët dhe çdo kush i cili ka dert edhe hall, gëzoni ata njerëzi ta fitojmë shpërblimin dhe xhenetin e Allahut. Allahu na bashkofshon xhenetul Firdaus, na mundsof me paftyrën e tij dhe me pi nga dora Muhamedit alayhi salatu wasalam. Më një bajram me zveti për hajri u koft krejtve bajrami. Walhamdulillahi rabbil alamin.